mes 4 mureve unë dhe ti. Kështu e kom titullu derisa isha rrugëve të Prishtinës, një prej ndoshta pjesëve më të ndihshme që ka pas ndonjëherë radare që do të filloj së shpejti. S'mund t'i them as rubrikas, konsideroj se mund të jetë programi i veçantë. Nuk e di, mbetet mu pa, me rëndësi shumë, është me qenë dëgjues të mirë të njerëzve që ka nevojë me fol. Mes 4 mureve, unë me ju. Për shkak se mesazhet vinë në adresën time personale për ditë njerëzve që ka nevojë me fol, ka nevojë me bërtit, ka nevojë me për ndihmë, ka nevojë për ndihmë, po flas ndihmë të një profesionisti. Unë s'mund asësit marrë përgjithësi profesionale, për një dëgjuese e mirë do t'jem patjetër. Dhe vetëm atëherë kur ju keni me rëndësi ta thoni edhe publikisht rrëfimin e juaj, ne do t'ulemi bashkë dhe do ta flasim edhe me audiencën. Por kjo krejt çka bëhet është jashtë kamerave, jashtë mikrofonave, unë bashkë me ju. Edita do të ketë një dhomë me një projektor dhe do të flasim bashkë për historinë tënde, për gjendjen tënde momentale. Po flas për ata persona që më shkruajnë në ditë 2-3 mesazhe. Dhe brenda 24 orëve ne kemi marrë emaila. Adresa është radar@dukagjini.com, ku ju në kushte anonime mund ta dërgoni një email, edhe nëse e dërgoni me emër, ajo do të mbetet komplet konfidenciale dhe nuk do të publikohet asnjëherë pa lejen e juaj, sepse ka një qëllim tjetër. Jashtë radarit, ne një ditë do të ndajmë orarin e caktuar për secilin, edhe ball për ball njëri tjetrit. Për gratë që po kalojnë momente të vështira, për vajzat e reja në depresion, për ato zonja që përdoret pafund dhunë, për ata burra që kanë kaluar momente të rënda dhe sot mund të jenë shembull për të tjerët. Disa rreshta të disa prej emailave dja. Do doja të caktonim një ditë dhe të tregoj historinë time me ankthin, depresionin, mendimet për vetvrasje e të tjera që nga viti 2015. Me shpresën që kjo është një prej emailave që ka ardhur dje. Një tjetër thot kështu: isha një vajzë me shumë ambicie në moshën 22 vjeçare. Deri kur u takova me një djalë. Pra, ju shfrytëzojeni rastin. Nëse më keni dërgu kaq shumë mesazhe, më shkruajte radar@dukagjini.com. Unë këtu vetëm do t'jem dëgjuese e mirë nëse e ndini veten me e fol. Pastaj rrugës do të shohim nëse kemi mundësi me ju ndihmu. Por do t'jemi vetë, me video call. Vetëm unë dhe ju. Do të flasim. Ta caktojmë edhe kohën sa, se na nuk rrim 2 orë bashk, po një 15 minutë shbesoj me secilin prej juve në një ditë të lirë. Ball për ball njëri tjetrit. Një letër që ka ardhur dje nga për rubrikën ose këtë nismën tonë të re mes 4 mureve unë dhe ti, është thot ka kohë e mendoj të jap ndihmën time atë sa mundem rregullisht për çdo muaj, po s'kam pas ndonjë ide, ky projekt ose projekt aty ku mua më flen shpirti, e ku ka më shumë nevojë të japim ndihmë, aty ku më shumë ti ka nevojë në vendin tonë, në shoqërinë tonë patriarkale. Ka edhe të rinë thot ndoshta që bullizohen apo kalojnë në ditë vështira, por femrat janë më shumë theksuar që kalojnë të merë dhune të gjitha aspekteve nga ato psiqike deri te dhuna fizike, duke përfunduar deri te vrasja. Thot jam e gatshme të gjindem afër ndonjë gruaje që ka nevojë atë sa ka mundsi nga peja, vetëm lajmëroni ju lutem. Ka dërgu numrin e telefonit, orarin kur është e lirë, si në cilësinë e psikologës. Kemi me u bo një ekip shumë e mirë por pa juve.
pa publik.